Përputhen pritet të vi me ndryshime të rëndësishme në ekip dhe me emra të njohur të ekranit në sezonin e ri. Burime bëjnë me dije se Heidi Baçi pritet të jetë në krye të Përputhen, duke marrë një rol qendror në programin e dashurisë. Krasaj pritet të jetë edhe Ronaldo Sharka, ndërsa një tjetër emër që i bashkohet projektit është Eriola Doçi, e cila sipas të njëjtave burime do të ketë rolin e opinionistes. Të tre personazhet janë tashmë figura të njohura për publikun e Top Channel dhe kanë bashkëpunuar edhe më parë në projekte televizive. Deri në këtë moment, këto ndryshime nuk rezultojnë të jenë konfirmuar zyrtarisht, ndaj mbetet për të parë se kur do të bëhet prezantimi i plotë i ekipit të sezonit të ri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.